duke përmend me emra, ata që e çojnë Kosovën përpara, e lëvizin domethënë nga Bashkimi Evropian, integrimin nga Bashkimi Evropian, edhe në miqësi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Janë konfront për miqësi me ta. Domethënë se ne ata na kanë shliruar, ata kanë punuar për neve, domethënë na duhet me kon miqësi thellë me ta, edhe me Bashkimin Evropian. Kështu që mendoj që do të fitoj më mirë, po tash nuk po përmendni me emra kush qysh tek. Prishtinës besoj që ndoshta e merr, po se nuk e di, për zotin nuk e di. Se ka konkurrencë bukur të madhe, ka, domethënë është edhe ky i vendosjes, është edhe përparim Roma, kështu besoj që tash konkurrenca e madhe, ballotash ka me pas, sigurisht, po kush e merr ai që është më i miri, domethënë pa premtime, domethënë me konkretizim, me realizime, jo premtime, po konkretizime, realizime, kështu që ata besoj që më të mirë ta marrin dhe ato premtime ti konkretizojnë, ti realizojnë. E jetë i lojnë vetëm kështu premtime, kalon në elektorati dhe ato harrohen. Për shembull, 100% nuk mundet me kon asnjë premtim, por bile 70% me kon. Ka mujt me për premtimet i ka pas atash, me ka mujt me punuar më mirë, po nuk ka punuar çfarë shumë, ama ka pas premtime shumë ka pas. Tramvajat i ka premtuar, po s'ka kurrë. Kështu që çka. Mendimit jam përparimi. Mendimit jam përparim Rama. Epse gara është shumë ngushtë, kuptimin edhe kandidati PDK-s me vetëvendosjes, aleancës, është një garë shumë ngushtë, po prapë besoj që përparimi do të fitojë. Prishtinës i duhet një dorë e fortë. Kuptimin një dorë e fortë që merr vendime, që ato vendime që i merr i zbaton edhe nuk varet nga sferë, nga klanet e interesit. Mendoj që duhet me pas ndryshime, e ndryshime duhet me pas kryetar tjetër. Këtu pak koalicion nuk mundet me shkuaj. Pavarësisht se cili do të jetë kryetar, po koalicioni duhet me kon më i mirë fillt se deri me tani. Që nuk punohet, sigur këta që s'kan punuar nuk është mirë me pas zgjedhje hiç. Zgjedhjet për ata janë zgjedhje çdo 4 vjeçare që mi dëshmua atina që dashnë me punue, mi ja dëshmua të vërtetën që s'ke punuën në kuadër as fshatit as qytetit. Nuk mendoj që është dashnë me nejtë në fund mi ja fillu me punue. Kritika për të dykun kom pas për herë, jo veç para zgjedhjeve komunale, po edhe nacionale ka bo zhurmë shumë për punë të maja, edhe të frytshme. Po mas zgjedhjeve ata nuk kanë qenë realistat real. Unë nuk e shoh LDK-n e ardhshme në komunë. Mendoj që duhet me kanë vetëvendosja edhe PDK-ja. Kjo duhet me kanë e treta.